Mendoj se raporti është kryesisht vetë lavdrues. Edhe këtë po ta them direkt, më fal. Nuk jam këtu me ta vë çefin as ty dhe as kujt tjetër. Ti ma bëne kështu, ma bëne ato. Kush e bëri? Ju mendoni se jeni në kohën e komunizmit. Që tha sot jeni, nesër nuk jeni. Mendoj se raporti është kryesisht vetë lavdrues. Flitet për arritje, angazhim dhe profesionalizëm, por mungon një analizë e sinqert e dështimeve. Nuk dëgjum asnjë çështje që ju keni identifikuar një rast ku agjencia ka dështuar ta mbrojtë qytetarin e Republikës Kosovës dhe dini që ka shumë njerëz të cilët flasin për këtë çështje. Një raport serioz do duhet tregoj jo vetëm sukseset, por edhe përgjegjësitë edhe mangësitë, do thotë. Te numrat pa kontest që pata fjalën janë paraqitur shumë statistika, domethënë 1085 ankesa, 367 inspektime tjerë, po i përmend vetëm këto dy shifra, nuk dihet sa prej tyre kanë prodhuar ndikim real, nuk ka analizë mbi cilësinë e vendimeve dhe nuk krahasohet performanca me vitet paraprake. Numrat pa analizë për mua janë më shumë propagandë se sa llogaridhënie institucionale. Mungesa e pavarësisë së dukshme. Edhe pse agjencia quhet e pavarur, nuk ka raste konkrete ku ka sfiduar institucionet fuqishme. Nuk shihet rol aktiv në rastet e ndjeshme publike, kjo ngrej dilema për guximin institucional. Sinqerisht më vjen shumë keq për këtë mënyrë të qasjes tuaj personale, tu e di që njihemi edhe në raporte tjera dhe e njeni shumë mirë edhe punën tonë. E para pinisi pe transparencës. Vjen shumë keq nëse ka një mendim që po e paraqit ka edhe raporti, e sidomos për anës ty si deputete e ka hershme e Kuvendit Republikës Kosovës, e kur e dini shumë mirë që kjo agjensi nuk ka funksionu me vite të tëra, e pavarësia institucionale bashkë është pavarësi të cilën e kemi parë secili. Këta mund ta shet dikush që nuk ka sy kritik, por dikush që me të vërtet ka thjesht tendenca personale. Edhe këtë po ta them direkt, më fal. E para, cilat janë institucionet të rëndësishme prej Agjencisë të Inteligjencës Kosovës, që bashkërkush s'ka guxu me prek. Pikërisht për transparencën e kësaj agjencie është gjobit Agjencia për Inteligjencë. Janë gjobit Ministria e Jashtme, janë gjobit komunat, janë gjobit institucionet publike gjitha ato që nuk kanë dhënë qasje. Janë gjobit kontrollues privat, janë gjobit kasko, është gjobit ujësielsi. Krejt ato institucionet të cilat kanë shkelit, s'kanë ofru qasje një, ose dy, nuk i kanë mbrojtë dhanat. Analiza ime ishte për raportin. Nuk jam këtu me ta vë çefin as ty dhe as kujt tjetër. E para, vet tensioni yt, vet agresiviteti yt, ndaj analizës time flet mjaftueshëm. Dhe veç një fakt po ta jepi që është i pavërtet çka e tha tani në replikë. Faturat e rrymës, faturat e ujit dhe gjitha faturat tjera i marrin pa pliko ende nëse duhet mu krenu pse i pas kanë shtim pliko. E sa i përket raportit ose pyetjeve ose kritikave që i bone kjo kolegja jon raportit juaj, unë mendoj se ai raport më shumë ishte si sugjerim nga ChatGPT se sa si analizë e vet deputetës në fjalë. Të sillesh në atë formë kur ti ki bazë për të konfirmu ato që nuk e tha deputetja në fjalë, unë nuk e shoh të arsyeshme ti të nxjesh çaq shumë edhe ta gjush me asi fjalë fyse është për mu çudit. Edhe me marr personale, ti ma bëne kështu, ma bëne ato, nuk pesho shumë të arsyeshme. Nësi ki fakte ndaj raportit, veç mund është me konkretizu që kjo nuk është ashtu, po qështu. Nderuar kryesuese, edhe veç një gjë mos harroni, se pushteti është i përkohshëm, rotacionin politik është gjithmonë i mundshëm, dhe na këtu në këtë kuvend, në këtë komision jena për me rujt integritetin e kuvendit. Jo për me poshtru edhe me nënshtru kuvendin. Kush e bëri? A dalë, merr shënime edhe fal, mos u gut. Dhe këtu na duhet me ru integritetin e kuvendit. Sot jeni ju në pushtet, nesër vina na në pushtet. Nashta, po, prandaj ju se kështu e keni logjikën, ju mendoni se jeni në kohën e komunizmit edhe mbani të njëjtën. Me shpresë. Ju jeni sot, na mundem me konë nesër, ose me thonë ma të rraq na kemi qenë dje. Prandaj këtu është Kuvendi i Republikës Kosovës dhe duni me pas parasysh çka përfaqëson. Dua t'i përgjigjem deputetës Mosliu që tha sot jeni, nesër nuk jeni, nuk ta mohoj askush fjalën. M'fal, lutem, po më lejo tash. Nuk ta mohoj në këtë komision që udhëheqi unë, nuk ta mohoj askush fjalën.
Jo, po nuk ta mohoj që të thuan, tasha. Po ta jep rregullora, po nuk u mohua asgjë të thoni se ju jeni shumicë, po bëni çka po doni. Nuk është e vërtet. Jo, e the. Ja, o të lutem gone, e the. Nuk është. E keni të drejtën të komentoni, të bëni pyetje, të bëni përgjigje. Andaj mos thoni se ju e keni mundësitë.